Zhvillimet e ditëve të fundit në veriun e Kosovës kanë nxitur shumë debate për të ardhmen e saj si pjesë të banuar me shumicë serbe ku nuk njihen dhe nuk pranohen institucionet e Prishtinës. Autoritetet vendase ndërkombëtare në Kosovë kanë hedhur poshtë çdo mundësi të ndarjes toksore të Kosovës, një qëndrim që u ritheksua gjatë javës që po lan pas edhe nga shefi i diplomacisë gjermane Guido Westerwelle. Por analistët thonë se kërkimi i rrugdaljes për gjendjen e veri mund të çojë në zgjidhjet që do të mund të dëmtonin funksionalitetin e shtetit të Kosovës. Analisti Nejmedin Spahiu në një bisedë për Zërin e Amerikës thotë se ndarja është përjashtuar, por Kosova ndodhet përballë sfidave të tjera. Por problemi është që rreziku i cili Kosovës është kanosur që nga fillimi, ai akoma ekziston, që të jetë një ndarje brendshme në e cila kishme fillu së pari me një status special të veçantë për veriun e Kosovës dhe më pas kish mund zgjerue me komunat në jug të Kosovës me shumicë të populluara me shumicë serbe. Një mundësi e tillë, thot zoti Spahiu, nënkupton një bosnjizim të Kosovës. Rreziku që Kosova të ndahet në dy entitete është shumë i madh dhe do duhet një mobilizim shumë i madh i shoqërisë kosovare, klasës politike në radhë të parë që kjo të mos ndodhë. Fatkeqësisht në ngjarjet e fundit i dhanë një ndihmesë të madhe kësaj çështje. Më 25 korrik, qeveria e Kosovës filloi një operacion për vënien në kontroll të dy vendkalimeve kufitare në verun e banuar me shumicë serbe në funksion të zbatimit të vendimit për ndalimin e importeve nga Serbia, i cili nuk po zbatohej në atë pjesë të Kosovës. Operacioni nxiti reagime të ashpra të banorëve serb të cilën ngritën barikada në rrugët kryesore. Një pjesëtar i policisë u vra gjatë një sulmi mbi policinë në afërsi të Zubin Potokut, një komunë me shumicë serbe në veri. Qetësia u rivendos në veri me një marrëveshje mirëkuptimi të arritur nga KFOR-i me përfaqësuesit e qeverisë Kosovës dhe ata të Serbisë. Sipas kësaj marrëveshje që nuk është nënshkruar nga askush, vendkalimet kufitare me Serbi në veriun e Kosovës do të mbeten nën kontrollin e KFOR-it deri në shtator, kur pritet rifillimi i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Zoti Spahiu thotë se këto zhvillime kanë vënë çështjen e veriut në agjendën e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Po, sigurisht që e ka futur në agjendë, ndoshta kjo është e vetmja gjë pozitive që mund të thuhet për këtë. Unë besoj që me këtë hap, me një aksion të tillë të dështuar, tërësisht të dështuar, qeveria e Kosovës ka rënë në një pozitë më të ulët se sa që ishte përpara në trezën e bisedimeve, duke marrë parasysh që hapi të cilin e bëri me një marrëveshje me KFOR-in, e cila për mendimin tim ishte tërësisht e panevojshme, ka bërë që ta zbresë pazarin e Kosovës, përkatësisht veriun e Kosovës në bisedimet e ardhshme trepalëshe me Beogradin dhe me Brukselin. Bisedimet pritet të rifillojnë më 5 shtator në Bruksel, por edhe më tej nuk ka asnjë njoftim se cilat mund të jenë temat e këtyre bisedimeve që ngecën në kohën kur Beogradi refuzoi të njohë vulat doganore të Kosovës, ndërsa pritet të rifillojnë pas një periudhe tensionesh të larta në veriun e Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.